Lidhur me përgatitjet për zgjedhjet lokale që mbahen nesër me datë 12/2025, ne kemi ardhur një njoftim si në formë raportit që përshkruan përgatitjet për materialet zgjedhore, informatat për tërheqjen e dërgesave postare nga kutitë postare të KQZ-s nëpër shtetet e ndryshme të botës dhe informata lidhur me regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta. Ju njoftojmë që me datën 7 tetor 2025 ka filluar transportimi i materialeve zgjedhore administrative dhe pajisjeve të teknologjisë informative. Me datën 7 tetor 2025 janë shpërndar pajisjet të teknologjisë informative për qendrat komunale të numërimit. Me datën 8 tetor 2025 janë shpërndar kamerat vëzhguese për vendvotime dhe për qendrat komunale të numërimit. Me datën 9 tetor 2025 për shpërndar materiale administrativ që përfshin kutitë votimit, kabinat votimit dhe për vendvotime të rregullta. Me datën 10 tetor 2025 janë shpërndar formularët, librat e votimit, postert, librat e evidencës në QKN, zarfë dhe shenja dalluese, ndërsa sot me datën 11 tetor 2025 në ora 6 të mëngjesit ka filluar shpërndarja e materialit të ndjeshëm zgjedhor që përfshin flet votimet, listat përfundimtare të votuesve, ngjyrën matrikulare dhe vullat. Ky material zgjedhor është shpërndar në 18 mjete transportuese, të cilat janë transportuar në qendrat komunale të numërimit në përcjelljen e policisë së Kosovës. Për më shumë e keni edhe planin e shpërndarjes që kemi realizuar sot. Ky plan i shpërndarjes është bërë në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Sa i përket informatave për tërheqjen e dërgesave postare, të gjitha dërgesat postare do të tërhiqen me datën 13 tetor 2025 në orë të ndryshme. Kjo tërheqje bazohet edhe në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, përveç në New York ku tërheqja nuk mund të realizohet me datën 13 tetor 2025 për shkak që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është festë zyrtare. Është festa Columbus Day, ku ambasada na ka njoftuar që tërheqja nuk mund të bëhet me këtë datë, por duhet të bëhet me datën 14 tetor 2025. Gjithashtu në kutinë postare të KQZ-s në Ortavë nuk mund të bëhet tërheqje për shkak që ka kohë që ata janë në grevë, ndërsa votuesit e regjistruar në kanal dërgesat postare për votim jashtë Kosovës i kanë dërguar në shtetin më të afërt. Mbetet të konfirmohet data dhe ora e tërheqjes për kutinë postare të KQZ-s në Kopenhag. Do të thotë keni edhe planin e tërheqjes së dërgesave postare, e cila në pjesën ndërmuese të shteteve do të ndodhë me datën 13 tetor 2025. Sa i përket votuesve me nevoja të veçanta, ju njoftoj që periudha aplikimit dhe identifikimit të votuesve me nevoja të veçanta ka përfunduar dhe për zgjedhjet lokale që mbahen nesër me 12 tetor 2025 do të kenë mundësi të votojnë 3467 votues. Votues të ngujuar në shtëpi janë 1508, votues në institucione 1956 dhe votues të cilët do gjenden në rreth shtëpiak janë 3. Sa i përket votuesve në institucione që janë 1956, këta votues do të kenë të mundësi të votojnë në gjithsej 36 institucione të ndryshme, që përfshin klinika shëndetësore, shtëpitë të moshuarve, qendra të paraburgimit dhe qendra korrektuese. Ky është pak shumë një raportim lidhur me përgatitjet për zgjedhjet të cilat bëhen nesër me 12 tetor, nëse keni ndonjë pyetje. Megjithatë po kemi kontakte, po bisedojmë me njerëz, edhe me komisioner. Unë kisha një takim me disa komisionerë dhe ata më lajmërojnë se në spaku në zgjedhjet e fundit në komunën e Ranilukut edhe në Shilov ka pas një fshat që është në komunë Gjilanit, ka pas raste kur kanë hyrë ka 15-20 votues që kanë votuar me asistencë edhe kanë vërtetime të mjekut prej të njëjtit mjek blanko që nuk shohin. I marrin 15-20 vërtetime dhe hynë, ajo dihet, ajo është vote e shitur apo nën presion apo çfarë do qoftë. Unë nuk e di si do të veprohet, unë për veti vonë kam dëgju, mirë po rastet e tilla janë evidente, do të thotë hyn në ren, është i njëjti nënshkrim, e njëjta dorë, i njëjti vërtetim krejt, domethënë,
edhe data është e njëjtë, do më thonë, një ditë përpara ose ditën e votimit, për njëherë një mjek normal konstaton se një 20 vetë nuk shofin. Janë dverber ose nuk shofin mirë dhe ju do të domosdo asistencë për votim. Dhe do të me pas parasysh, unë kam dëgjuar edhe për komisionerve gjatë trajnimit, ju kanë thonë që asistenti do të me hinë dhe kabina votimit. Ne kemi diskutu këtu dhe kemi thonë, mundet me përcjell asistenti të erë të kabina, po jo me hynë në kabinë të votimit. Jo dora e huj me qitë votën për diko tjetër. Mirë është të tërhiqet vëmendja këtë, dhe më thonë, nuk ka drejt asistenti me hi në kabinë të votimit. Ai ka drejt votuesi me prish votën e vetë, me shkyflet votimin. Gjithë shka me bo, po jo dikush tjetër mja imponu, ose me dorën e vetë me shkruaj për tjetërin votën. Këto janë dy shqetësimet që unë i kam dëgju dhe më thonë përveç asaj. Faleminderit. Sa i përket asaj që tha dhe kolegu, tek mënyra e votimit, ne e dim që votimin e diaspor nuk mund të menaxhohet dhe se dim dora ku i voton, sepse familjarët votojnë për shtëpi, kështu që mirë i shkon mbi këshyrja me qenë e rrept, po mbi gjitha edhe e lejushme për personat të cilët kanë nevojë seriozisht me ju asistu dhe me ndihmu në proces të votimit. Unë uroj që nesër do të jetë një ditë e mirë, e qetë dhe një proces demokratik. Faleminderit. Shumë prej votuesve në diasporë që kanë qenë të regjistruar nuk i kanë marrë flet votimet. Edhe ka pas plot raste për shkakun që brenda familjes një antar i familjes i ka marrë dhe dikush tjetër nuk i ka marrë, pavarësisht që ata i kanë kryer procesin e regjistrimit në formë të rregullt. Dhe pyetja ime është nëse Posta e Kosovës, për shkakun që ka qenë kontraktori kryesor që t'ju dërgoj flet votimet njerëzve në diasporë, ka arritë që ta përmbush obligimin që e ka marrë. Dhe një çështje tjetër e fundit, edhe nuk po e lodhim më tepër, për shembull, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka marrë një kërkesë për akreditimin e vëzhguesve në diasporë, ka marrë njoftimet për shkak që ti çoj ato. Do të doja për shkak që ti kemi informacionet prej jush nëse është e mundur sa më shkurt. Sa i përket kontraktimit me Postën e Republikës Kosovës, e cila ka bo dërgimin e dërgesave postare. Dërgesat postare do të janë dërguar që thanë me kohë tek votuesit e regjistruar. Nga procesi i gjurmimit në një pjesë e madhe e votuesve kanë pranuar tashmë dërgesat postare. Po mund të ndodhë që nuk i kanë marrë me kohë për shkak të procesit postar ose dërgimit tek adresa ku votuesit e kanë deklaruar.